grupi I zjarrit, ndarja në BDI, nuk ishte në bazë të koncepteve politike. Ishte luftë për kreun e partisë që kishte ambicje si duket zotërisë Legjit. Se patëm zjadin selën, po në qoftë se nuk ja del Taravarit të zgjidhet në kuvend, atëherë ai bën një përçarje. Tash Arben Fetaj, në qoftë se nuk pajtohet me Arben Taravarin, hajti mbaru në një pesë shok këtu. Kjo s'mund të jetë mirë se secili do se të bëhet kryetar në çdo kohë. Më fal, kjo ndodhi edhe te BDI-ja. Grupi I zjarrit, ndarja në BDI, nuk ishte në bazë të koncepteve politike. Ishte luftë për kreun e partisë që kishte ambicje si duket zotërisë Legjit. Jo, e kam fjallën ne si shqiptar të Maqedonisë, do me thënë duhet të ndërtojmë ashtu parti me modelin që kryetari mos jetë I përhershëm ose I përjeshëm. Pse e them këtë? Për shkak se një ditë për arsye të ndryshme ai kryetar nuk do të jetë në gjendje ta ushtroj funksionin e kryetarit. Dhe ato arsye mund të jenë të ndryshme. A kupton, tash nuk paragjikojmë, po një nga ato arsyet mund të jetë edhe mund shpallet edhe persona non grata. Për shembull, kur kryetari I partisë shpallet persona non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë mos të dështoj e gjithë partia.